Cila është ma domethënsja për ty? Kjo. Qa do thotë se nuk... Love. Kujt ja ke Dedikim, a? Kujt është dedikim? Besojmë pedim që është për një voice, po të paktën ajo voice është ende një tëndë, apo jo? Jo, po unë kam pas në gjithë jetën tim vetëm një dashnore. Okej. Një dashnore, ama kështu kam pas mas asaj po thamë që jam koni lidhën, apo kupton seriozisht. Ama mas asaj kam pas normalisht një fësi me goca tjera, edhe kam pas njof këtë gocën që u dashurova në ta. Nuk u lidhëm, po u dashurova, edhe ajo di që më thej zemrën. Edhe pastaj vendosëm ja bo love tatuna? Bana love për këtë punë, po ka shumë domethënie, një 3 domethënie ka. Okej, apo na tregon? Po, patjetër. Diku një voices, tatu, plus e ndorë, nuk e mendos asnjëherë se tash është një farë Laseri që e fshina, po me ose një farë modifikimi, për shembull me modifiku, më s'përkon për to heq. Mos e hek. Pas ka emra, ko ka veç love, këto veç tedin, nuk edhe ka- shikus tash. Po, Edhe ajo voice që... po të thënë drejtën nuk kam e hek, jo se nuk është vetëm për atë voice-ën, kështu që nuk heki për atë motiv. Edhe kur t'jam gjiro, shumë nej voice tjetër më pyet për çka e ke bën, nuk ja tregoj këtë. Jo e kam bërë kështu. A ka qenë shqiptare vajza për cilën e ke... Jo, ka qenë italiane. Ka qenë